Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na mundsoi ta përjetojmë këtë muaj madhështor. E sot I kemi di surpriza dhe di begati. Parën begati e kemi që një vëlla ka shpreh dëshirë para disa ditëve ka ardhur këtu të njoftohet me Islamin. Dhe sot inshallah do ta deklarojë shahadet. Pra me dëshirën e tij ka shpreh dëshirë që të pranon Islamin. Pra prej sot inshallah do kena vëlla tonin që ka deshtë Allahu Azza wa Jall prej disa problemeve që ka kalu, do të na kishte ftuar, do të na kishte njoftuar megjithatë ngushtohet që të flet pranë jush. Po do thojë shahadetin pranë jush që të jeni dëshmitar në dunjë dhe në ahiret. Dhe unë kam folë disa ditë me këtë, ja kam sqaruar se kush është Zoti, pse duhet njeriu të bëhet musliman dhe t'i tregon qerve pse janë bëhen musliman. Dhe I kam dhënë liri që ki kur është I gatshëm vullnetarisht që ta publikon Islam. Pra sot në këtë natë të madhe, donë Allahu Azza wa Jall që ja ka zgjeru gjoksin dhe ka shpreh dëshirë që ta publikon Islamin. Për këtë arsye unë do të them përpara dhe ki do të thoje pas meje dhe ju jeni dëshmitar. Dhe prej sonte nëse keni dëshirë një njeri me pa që hecën rrezullin toksor pa asnjë mëkat, është ki pranë jush. Hajde bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa rasuluh. Tekbir. Pra kia është vëllau jon I cili prej sotit e kena vëllau mirë, po gjithashtu kisha pas dëshirë në ta morëm iniciativë për shkak se kushtet ku jeton vetë s'ka as dritare, as derë, e as xham, e as banjo, ku shka dëshirë ta morëm iniciativë që të kontribon për dritare, për dirë, për shka ka nevojë se e çështjet elementare nuk I posedon për jetesë. Çështjet elementare nuk I posedon. Pra s'ka as për të ngronë, as për të pi, as për të banu, as për të pastru. Pra këtë vëlla kemi nga Singiliqi, edhe kush ka mundësi gjithashtu të punon kështu vullnetarisht që të rregullojmë spaku një dhomë dhe një banjo që të jeton siç I ka hije një njeriut, një krijesës, dhe këtë nuk e bojmë ne vetëm se a bom musliman, po ta këshmi ditë para se mu bom musliman, ja këshmi bom. Sigurisht, apo? Pra kush ka dëshira, je kutinjët, inshallah, hecin në përsafa tash, kush ka mundësi diçka me kontribu, inshallah se s'na kupton kiste për ndryshe të rëprohet, po alhamdulillah që s'na kupton, dhe njerën është mirë mus me ditë gjumë.